30 minuta ka zgjatur gjyqi në New York i Maduros dhe gruas së tij, të cilët më pas u larguan nga gjykata për të vazhduar me seancën e radhës më 17 mars. Presidenti i Venezuelas Nicolas Maduro u deklarua i pafajshëm dhe i tha gjykatës së New Yorkut se është njeri i mirë. Maduro gjithashtu këmbguli se është ende presidenti i Venezuelës, duke shtuar se u kap nga shtëpia e tij në Caracas. Cilia Flores ndoqi një ton të ngjashëm, duke u deklaruar gjithashtu e pafajshme për akuzat. Gruaja e Maduros i tha gjykatës se është plotësisht e pafajshme dhe se është zonja e parë e Venezuelës, ndërsa zhvilloheshin diskutime mbi një datë përshtatshme për të ardhmen. Avokati mbrojtës i Maduros theksoi çështje me likshmërinë e rrëmbimit ushtarak. Maduro kërkoi gjithashtu të drejtën për një vizitë konsulltore, diçka që gjykatësi konfirmoi se do të organizohej. Ekipi i tij mbrojtës nuk po kërkon lirimin e tij në këtë kohë, me gjyqtarin që u thot atyre se mund të bëjnë kërkesën për lirim me kusht kur të jetë e përshtatshme.